është shumë vonë që shqiptarët vazhdojnë të eksperimentojnë duke mbështetur doktorin, por duhet të prodhojnë leadership të ri. Do ishte shumë bukur Prenci. Lutem. Po të na ndihmonte regjia tani se e kupton kjo është bërë. Jo. Do të thënë, nga që me Barsoleta e kështu e ton, t'ja zbusim pak zemrën, janë gjithë ata demokratë të zhgënjur. Është një këngë, siç e tha Prenci, që thot, a shumë vonë, ti se di për ty u bë shumë vonë. Ta dëgjoj si refren. Se ndoshta ton dhe e ka një kosovar këtë këngë që e këndon. Është dhe në dialekt e afërt dhe mbase migjeni nuk e dëgjojnë. Po le të dëgjojnë repistat. Se ndoshta ata janë si rapsodët e vjetër. E kemi konsumuar energji dhe respekt. Unë them që të vazhdojmë të kemi respekt për doktorin, por mos të hargjojmë ma energji për të mbështetur doktorin. Pa tjetër më buri dhe për çdo burr me thinja duhet kesh respekt. Po kur ai kërkon falje për gabime. Të vazhdojmë të kemi respekt, por mos konsumojmë energji për ta mbështetur, sepse bëjmë eksperimente të dështuara në dëm të popullit shqiptar. Është në Bibël ajo që quhet The Silence of the Lambs, do të thënë heshtja e deleve. Tani kur dashi merr vrull se u çmend dhe fillon dhe hidhet në umner, e ndjek pas gjithë kopeja dhe hidhet në umner, dhe sa do të vrapoj bariu, nuk e shpëton do tufën.